Surja e Sejdë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Kjo është shpallja e librit, e Kuranit, në të cilin nuk ka asnjë dyshim se është shpallje nga Zoti i botëve. Apo ata thonë, ai, Muhamedi, e ka trilluar atë, Kuranin? Jo, ai është e vërteta, e sigurt e shpallur prej Zotit tënd, që të mund t'i tërheqësh vërejtjen një populli, të cilit nuk i erdhi ndonjë qortues para teje, që ata të mund të gjejnë rrugën e drejtë. Është Allahu ai që krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre brenda 6 ditësh, e pastaj u ngrit, e qëndroi mbi arsh. Ju nuk keni asnjë përveç atij që t'ju mbroi ose të ndërmjetësoi për ju. Vallë, a nuk mendoni? A nuk e kujtoni këtë fakt? Ai drejton të gjitha çështjet, e të gjitha krijesave që nga qielli e deri në tokë. Në fund të gjitha çështjet ngjiten tek ai në një ditë, gjatësia e së cilës është sa 1000 vjet, sipas llogaritjes suaj. Ai është i gjithdituri për gjithçka, të fshehtë apo të dukshme, nga ndjimtari, mëshirë ploti. Është ai i cili e përsosi gjithçka që ka krijuar dhe krijimin e njeriu të filloi nga balta. Dhe i bëri pasardhësit e tij prej një pike uji të përbuzur, por ai e formsoi atë plotësisht në barkun e nënës dhe i fryu prej shpirtit të krijuar prej tij. Është ai që ju pajisi me dëgjim, me shikim dhe me zemër, por ju shumë pak falenderoni. Ata thonë, çfarë? Pasi të tretemi e të humbasim në tokë, a thua ne do të krijohemi rishtazi? Por ata mohojnë takimin me Zotin e tyre. Thuaj, ka për t'ju amarrë shpirtrat me leku i vdekjes që është caktuar për ju, e pastaj te Zoti juaj do të ktheheni për gjykimin dhe shpërblimin me drejtësi. Veç se sikur të mos mund t'i shohësh mëkatarët atë ditë të dëshpëruar, kur kokullur para Zotit të tyre thonë, o Zoti ynë, tani pam dhe dëgjuam, na kthe edhe një herë në dynja që të bëjmë vepra të mira. Tani ne jemi tërësisht të bindur. Sikur të kishim dashur, çdo kujt do t'i kishim dhënë udhëzimin e plot, por fjala ime do të vërtetohet. Do ta mbush xhehenemin me gjinde e njerëz së bashku. Atëherë shijoni dënimin sepse ju e haruat takimin e kësaj dite me Allahun e madhëruar, dhe edhe ne do t'ju harojmë ju. Ndaj shijojeni dënimin e përjetshëm për shkak të veprave tuaja të këqija. Argumentet tona i besojnë vetëm ata, të cilët kur u lexohen ato si këshill, bien me fytyra për tokë dhe madhërojnë dhe lavdërojnë Zotin e tyre me tesbih, dhe ata kur nuk tregohen kryeneq. Trupat e tyre largohen prej dyshekëve. E qëndrojnë në këmbë e në sejdë, duke ju lutur Zotit të tyre me frikë dhe me shpresë për dashurinë dhe mëshirën e tij. Dhe nga ajo me të cilën i kemi bekuar, ata japin. Askush nuk di për atë kënaqësi të zemrës e të shpirtit, që u është caktuar atyre si shpërblim për veprat e tyre të mira në dynja. Atëhere, a është vallë besimtari, një lloj si ai që ishte jashtë rrugës adhurimit dhe bindjes ndaj Allahut? Jo.
Këta kursesi nuk mund të jenë të barabartë. Për sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata i pret xheneti, si shpërblim për veprat e tyre të mira. Ndërsa ata që kaluan çdo kufi në gjunahe ndaj Allahut, vendbanimi i tyre është zjarri. Sa herë që përpiqen të dalin nga ai, kthehen në të dhe u thuhet: shijojeni dënimin e zjarrit që ju e konsideronit gënjeshtër. Ne do t'i bëjmë ata që të shijojnë dënimin e kësaj bote para dënimit të madh në ahiret, me qëllim që të mund të pendohen dhe të tërhiqen prej të këqijave. E kush është më i padrejtë se sa ai të cilit i lexohen ajetet e Zotit vet, e pastaj u kthen shpinën atyre? Pa dyshim, ne do të hakmerremi kundër keqbërësve. Ne edhe Musait ja patëm dhënë librin më parë. Prandaj, ti o Muhammed, mos ki dyshim në atë shpalljen që po të jepet prej Allahut. Ne bëm atë librin e Musait udhëzim dhe dritë për beni Izrailët. Ne nxorëm ndërta prijes që me urdhrin ton udhëzojnë njerëzit në udhën e drejtë. Ja kështu ndodhi sepse ata ishin durimtar dhe kishin dituri të madhe e të sigurt për argumentet tona. S'ka dyshim se është Zoti yt ai, i cili do të gjykojë mes tyre në ditën e Kiametit për çdo gjë rreth së cilës kundërshtoheshin. A nuk marrin mësim ata mohuesit e profetëve nga gjithë ato breza që kemi shkatëruar para tyre, në përvend banimet e të cilëve shpesh kalojnë? Me të vërtetë, në ato vende të shkretuara ka argumenta të shumta. A nuk po dëgjojnë me vëmendje? A nuk e shohin ata se ne çojmë ujë në tokën e shkretuar dhe me të nxjerrim bimë prej të cilave ushqehen kafshët e tyre dhe ata vetë? A nuk kanë sy të shohin e të kuptojnë? Ata thonë: kur do të përmbushet ai premtim i Zotit, nëse po thoni të vërtetën? Thuaj, ditën e gjykimit, mohuesve nuk do t'u bëj dobi besimi i tyre e as që do t'u jepet afat. Prandaj, ti largohu prej tyre dhe prit. Edhe ata janë duke pritur gjithashtu. Surja El Mulk, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, i madhëruar është ai, në dorën e të cilit është i tërë sundimi. Ai i cili është i plot fuqishëm për gjithçka. Është ai që krijoi vdekjen dhe jetën, për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është nga dhënjimtari, mëkatfalësi. Ai krijoi 7 qiej, palë mbi palë. Në krijimin e mëshiruesit nuk mund të shohësh asnjë mospërputhje. Vëzhgo atëherë, a shen ndonjë të qarë? Përsëri vëzhgo, por ky vëzhgim do të kthehet mbrapsh, i përulur dhe i dorëzuar. Qiellin e dynjas ne kemi zbukuruar me kandil, yje, që i kemi bërë gjuajtës kundër shejtanëve, ndaj të cilëve kemi përgatitur dënimin me zjarr të ndezur fort. Dënimi me xhehenem është edhe për ata që nuk i besojnë Zotit të tyre. Sa vend i keq është ai. Kur të hidhen në të, ata do t'ja dëgjojnë ushëtimën e vlimit të tij. Nga zëmërimi që ka, ai xhehenemi gati sa nuk shpërthen,
Sa herë që ndonjë turm do të hidhet në të, roja do të pyes: as ju erdhi ndonjë paralajmërues? Ata thonë: po, na erdhën paralajmërues nga Zoti, por ne i mohuam e tham: Allahu nuk ka shpallur asgjë, ndërsa ju nuk jeni gjë tjetër përveç se njerëz në një humbje të madhe. Ata do të thonë gjithashtu: sikur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim tani ndër banorët e zjarrit. Pra, kështu i pranojnë ata gjunahet e veta. Larg mëshirës qofshin banorët e zjarrit. Pa dyshim, për ata që i friksohen Zotit të vet pa e parë atë, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. I shihni ose i thoni fjalët tuaja haptas, nuk ka dyshim se ai e di çfarë fshihni në zemrat tuaja. A nuk e di ai që ka krijuar, kur ai di në imtësi çdo sekret? Është ai që e bëri tokën të përshtatshme për ju. Ecni nëpër të dhe shfrytëzoni mirësitë e tij. Vetëm tek ai është e ardhmja. A u siguruat ju prej atij që është në qiell, që të mos ju përpijë toka kur të dridhet? Apo u siguruat prej atij që është në qiell, që të mos lëshojë kundër jush ndonjë stuhi me rebesh gurësh? Ju do ta kuptoni se si është ndëshkimi im. Edhe ata që ishin më parë mohuan, por si ishte dënimi im? A nuk i vështrojnë shpendet për mbi ta, kur qëndrojnë pezull krah hapur dhe kur i mbledhin krahët? Ata nuk i mban kush në ajër veç të gjithë mëshirshmit. Ai është shikues i gjithë shkaje. Ç'është ajo ushtria juaja që mund t'ju ndihmoj veç të gjithë mëshirshmit? Nuk ka dyshim se jo besimtarët janë të zhytur në një mashtrim të madh. Kush është ai që do t'ju furnizoj, nëse ai ju ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush. Por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërshtime. A është më i udhëzuar ai që ecën i përmbysur me fytyrë për tokë, apo ai që ecën me ekuilibër të plot në rrugën e drejtë? Thuaj, është ai që ju krijoi, që ju dhuroi të dëgjuarit, shikimin dhe aftësinë e të menduarit, por shumë pak mirënjohje po tregonin ndaj tij. Thuaj, është ai që ju krijoi e ju shumoi në tokë, dhe vetëm tek ai do të tuboheni. Ata thonë: kur do të përmbushet ky premtim, nëse flisni të vërtetën? Thuaj, ata e di vetëm Allahu, ndërsa unë jam vetëse një paralajmërues që ju qartësoj të vërtetën. Kur ta shohin atë, xhehenemin që t'u afrohet, fytyrat e jo besimtarve do të shëmtohen. Edhe atyre u thuhet: ky është ai që ju kërkonit ta shihnit me sy. Thuaj, më tregoni ju, nëse Allahu më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t'i mbrojë jo besimtarët prej një dënimi të mundimshëm? Thuaj, ai është i gjithëmëshirshmi. Atij i kemi besuar dhe vetëm tek ai jemi mbështetur, kurse ju do ta kuptoni se kush është humsi i vërtet. Thuaj, më tregoni, nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t'ju sjellë juve ujë në sipërfaqe?